Dhe keq ushqyerja është në nivelin që me jetën sedentare që ne bëjmë dhe zhvillojmë sot, duke mos pasur kohë dhe duke mos i dhënë shumë rëndësi gjumit, ushqimit, dhe me botën e zhvilluar, ato rriten në nivelin e tyre më të lartë pesticideve për të formuar edhe për të prodhuar një sasi më të madhe ushqime. Për të përballuar nevojen që është në botë. Kjo ndodh që ne të marrim një nivel shumë të lartë të toksinave në trupin tonë, të metaleve të rënda në trupin tonë, dhe të shumë parazitve apo edhe të shumë elementeve të tjerë të cilët nuk i bëjnë mirë organizmit njeriu. Pasi kalova një kohë të gjatë duke hulumtuar në studime laboratorike, në publikime të universiteteve dhe të qendrave kërkimore shkencore, zbulova që si mjek, acidi humik ishte një suplement, nuk ishte një suplement i zakonshëm, por kishte vlera dhe parametra të matshëm në laborator. Produkti merret nga trakti tretës. Ai nuk bën një funksion që shkon tek organi i smur dhe vetë shëron organin e smur. Nuk është ky modaliteti i funksionit dhe mekanizmi i veprimit të këtij produkti. Ai sigurisht kalon në tubin ton tretës dhe përthithet nga organizmi dhe metabolizohet në mëlçi. Dhe i thot trupit, i jep komand trupit që ti, vetë trupi, duhet ta çojë energjinë atje ku organi është identifikuar i smur.